Pas ngjarjes tragjike të ndodhur më 20 prill 2025 në fshatin Valareku, u gjeti vetvarur në ambientet e jashtme të banesës së tij 15 vjeçari. VP, Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, ka reaguar zyrtarisht përmes një njoftimi për mediat. Sipas informacionit zyrtar, menjëherë pas njoftimit nga Komisariati i Policisë së Gjirokastrës me urdhër të drejtuesit të prokurorisë, është ngritur grupi hetimor me përfshirjen e prokurorit të seksionit për të mitur dhe prokurorit të gatshëm. Veprimet e para hetimore kanë përfshirë këqyrjen e vendit të ngjarjes, kryerjen e ekspertizës mjeko-ligjore, sekuestrimin dhe analizimin e telefonave, pajisjeve elektronike dhe materialeve shkollore të miturit, si dhe marrjen e dëshmive nga persona me dijeni për rrethanat e rastit, përfshirë edhe punonjësit përgjegjës për trajtimin e të miturit. Prokuroria bën me dije se nga hetimet paraprake nuk ka indicie apo prova që të sugjerojë se veprimi tragjik i të miturit lidhet me ngacmime apo bullizëm nga bashkëmoshatarët e tij, një pistë e përfolur fillimisht në rrjetet sociale dhe në opinionin publik. Hetimet vazhdojnë me prioritet maksimal për të sqaruar plotësisht shkaqet që çuan në këtë ngjarje të rëndë, si dhe për të analizuar çdo veprim apo mosveprim të autoriteteve përgjegjëse lidhur me trajtimin e të miturit. Prokuroria garanton se do të informojë publikun për çdo zhvillim të rëndësishëm në vijim të hetimeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.